Autobuset e linjës Green Line në Tiranë nuk shkaktojnë vetëm vonesa, por po kthehen gjithnjë më shumë në një rrezik për jetën e qytetarëve. Aksidenti 30 nëntorit, pranë pallatit me shigjeta, ku u lënduan 4 persona dhe një 18 vjeçare me biçikletë, është vetëm rasti më i fundit i një serie ngjarjesh alarmante. Sipas policisë, autobusi humbi kontrollin, u përplas me trafikndarsen dhe devijoi në korsin tjetër, duke goditur biçikletën dhe më pas 2 automjete të parkuara. Megjithatë, pavarësisht përsëritjes së rasteve, reagimi zyrtar ka mbetur minimal, duke u kufizuar vetëm te arrestimi i shoferëve, ndërsa licenca e kompanisë Nadir Çaushollit vazhdon të mbetet e paprekur. Incidentet me këtë linjë janë të shumta. Më 10 mars 2024 një autobus u përplas pasi shoferi i ra të fikët. Më 27 shkurt 2023 një tjetër shkaktoi aksident zinxhir me 9 makina. Në prill 2022 një autobus përfundoi në lumin e Lanës, ndërsa në nëntor 2022 një tjetër përplasje automjete në Unaz. Pronari i Green Line, Nadir Çausholli, është i njohur edhe për hetime dhe dënime për mashtrime me tendera dhe medikamente. Kompanitë e lidhura me të janë akuzuar për skema fiktive që kanë shkaktuar miliona euro dëm. Pavarësisht dënimeve dhe ndalimeve, ai ka vijuar aktivitetin, duke zgjeruar interesat edhe në sektorin e ndërtimit. Seria e aksidenteve ngres sërish pyetjen: kur do të merren masa reale për sigurinë e qytetarëve?